Plagosët dhe rëmbet një shtetas kosovare me nacionalitet serb nga Gjandarmeria serbe. Kosova akuzon Serbin për cënim të integritetit territorial. Një ngjarje e pazakontë dhe tetë e rrezikshme ka të rënditur veriun e Kosovës me 1 nëntor, ku një shtetas i Kosovës nga komuniteti serb dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer nga pjesëtarët e Gjandarmerisë serbe brenda territorit të Republikës së Kosovës, në zonën e njohur si Pika Zero afër Leposavicit. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, menjëherë pas pranimit të informacionit, njësitë policore kanë nisur hetimet, duke intervistuar dëshmitarët dhe duke njoftuar misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR-in, i cili është përgjegjës për siguri në vijën kufitare administrative. Policia tha se disa persona të maskuar dhe të armatosur kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë qelluar dhe me pas e kanë rrëmbyer Milan Vukashinovicin, të cilin e kanë dërguar në drejtim të Serbisë me një autoambulancë, fillimisht në Prokupje e më pas në spitalin e Nishit. KFOR-i ka konfirmuar se është në dieni për rastin dhe se sipas vlerësimeve të tyre, situata e sigurisë përgjatë vijës kufitare mbetet e qetë. Në një përgjigje të dhënë për lajmin net, KFOR-i deklaroi se policia e Kosovës ka koordinuar aktivitetet e saj me misionin e NATO-s në Kosovë dhe se hetimet janë në vazhdimsi. Policia e Kosovës ka filluar hetimet dhe vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me KFOR-in. Policia e Kosovës e ka koordinuar aktivitetin e vetë në anën kosovare të vijës kufitare administrative me KFOR-in, u tha nga KFOR-i. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar këtë veprim si një cënim të integritetit territorial nga Serbia. E në lidhje me këtë situatë ka reaguar ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sfishla, i cili e ka quajtur këtë ngjarje pjesë të politikave frikësuese të Beogradit ndaj qytetarëve që nuk i binden regjimit të Aleksandar Vučićit. Ai kujtoi se rastet të ngjashme janë përsëritur ndër vite, përfshirë rrëmbimin e 3 policëve kosovar në qershor të vitit 2023 dhe incidentet e mëparshme të Gjandarmerisë serbe në territorin e Kosovës. Kjo qasje agresive dhe provokuese është e papranueshme dhe përbën shkelje të rëndë të kufive tanë shtetëror, deklaroi Sfishla duke kërkuar reagim nga faktori ndërkombëtar. Gjithashtu ka reaguar edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, duke e cilësuar rastin si dëshmi të re të qasjes hegemoniste të Serbisë ndaj Kosovës. Ajo theksoi se çdo qytetar që guxon të flasë kundër regjimit autokratik të Vučićit, sulmohet e torturohet në mënyrën më barbare. Osmani kërkoi nga bota demokratike që të reagojë menjëherë për të ndalur sulme të tilla, ndërsa bëri thirrje për unitet të brendshëm në mbrojtje të sovranitetit të Kosovës. Gjersa ish zëvendës ministri për komunitetet dhe kthim Radoica Radomirović pretendon se ka qenë i pranishëm gjatë ngjarjes. Ai tha se Vukashinovici ishte plagosur dhe rrëmbyer nga grupi udhëhequr nga Milan Radojičić, person i njohur për lidhje me strukturat e sigurisë serbe dhe i njohur si kryekriminali serb i veriut të Kosovës. Sipas tij, Vukashinovici ishte në fshatin Jelace për të blerë mjalt kur u sulmua nga persona të armatosur me uniforma të zeza e jeshile. Më pas i plagosur, ai u transportua në Serbi, ku i është nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale në spitalin e Nishit. Dëshmitari pretendon se autoritetet serbe kanë ndaluar mjekët të japin informacione për gjendjen e tij shëndetësore. Ai thekson gjithashtu se Vukashinovici nuk e ka lënë Kosovën që nga viti 2022 dhe punon në pikën kufitare të Jarinjës për një kompani sigurimesh kosovare. Ish-zëvendës ministri tha se në vitin 2024 Radojičić tentoi ta vriste Vukashinovicin duke i vendosur eksploziv në makinë. Ndërkohë Serbia nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar në lidhje me këtë rast, as nga Ministria e Brendshme e as nga policia e saj. E kjo ngjarje risjell në vëmendje tensionet e vazhdueshme në veri dhe akuzat e përsëritura të institucioneve kosovare për hyrje ilegale të Gjandarmerisë serbe në territorin e vendit, gjersa hetimet për plagosjen dhe rrëmbimin e Milan Vukashinovicit po vazhdojnë.